Në vetëm 5 muajt e parë të vitit 2025, qeveria shqiptare ka realizuar 70 tender me flamur të kuq, një sinjal i qartë alarmi për mungesë transparence dhe prirje drejt klientelizmit. Të dhënat janë publikuar nga platforma Open Data Albania, që thekson riskun e lartë në këto procedura që përfshin miliarda lekë nga buxheti i shtetit. Sipas analizës së ODA, shumica dërmuese e tenderve kanë fitues me ofertë thuajse identike me fondin limit, ndërsa në garë shpesh hyn vetëm një kompani, një shenjë klasike e mungesës së konkurrencës reale. Në raste të tjera, kompanitë që hyjnë në garë skualifikohen menjëherë, duke lënë rrugë të lirë për fituesin e paracaktuar. Vlera totale e këtyre tenderve kap shifrën e 34 milionë eurove, një shumë kolosale që ka kaluar përmes një procesi prokurimi të diskutueshëm. Autoriteti që shfaqet në dokumente është operatori i blerjeve të përqendruara, një shoqëri 100% shtetërore, por që prokuron për një sër institucionesh, burgje, spitale, policie të tjerë. Sipas Open Data Albania, shënimi Red Flag tregon ekspozim të lartë ndaj rrezikut të korrupsionit dhe praktikave abuzive. Edhe pse ligji shqiptar e lejon prokurimin me një ofertues të vetëm, në praktik kjo po shndërrohet në një rrugë të shpejtë për favorizime dhe manipulim të konkurrencës. Në vend të konkurseve të hapura dhe ofertave konkurruese, kemi një model që vjen erë marrëveshje të fshehta, duke zhytur parat publike në grykën e klientelës së pushtetit. Dhe si gjithmonë, qeveria hesht.